Ministria e Shëndetësisë njoftoi se projekt ligji për mbrojtje nga duhani është publikuar në Regjistrin Elektronik Kombëtar të Rregullorëve, duke hapur zyrtarisht debatin publik. Ligji parashikon ndalim të plotë të pirjes së duhanit në të gjitha hapësirat e mbyllura, përfshirë cigaret elektronike. Pirja e duhanit do të lejohet vetëm në hapësira të hapura, të përcaktuara rreptësisht, pa xhama, pa mbulesa dhe pa ndarje të improvizuara. Ndalimi përfshin institucionet shëndetësore, arsimore dhe shtetërore, vendet e punës, restorantet, kafenetet dhe baret, transportin publik, përfshirë taksit, hapësirat e përbashkëta në ndërtestet e banimit, si dhe automjetet private nëse në to ndodhet një fëmijë. Ligji ndalon plotësisht reklamimin dhe promovimin e duhanit dhe produkteve me nikotin, përfshirë rrjetet sociale, influencuesit dhe sponzorimet nga industria e duhanit. Po ashtu, ndalon shitjet për të miturit, shitja cigareve me copë, shitja online dhe përmes automateve, ndërsa produktet e duhanit nuk guxojnë të ekspozohen në dyqane. Ndalot prodhimi dhe shitja produkteve me aromë mentoli, frutash dhe shije artificiale, me synim mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve. Kontrollet do të shpresohen, ndërsa për shkeljet parashikon edhe mbylljet e përkohshme të objekteve. Shkelësit do të përballen me gjoba të rënda nga 2.000 deri në 5.000 euro për persona juridik, deri në 2.000 euro për persona përgjegjës edhe 100 euro gjobë në vend për persona fizik. Megjithatë, ligji parashikon edhe mundësitë alternative për shlyerjen e dënimit përmes punës me interes publik ose kontributit financiar për fushata shëndetësore.